Shqipëria pa mendim kritik mes militantit të verbër dhe qytetarit të braktisur. Në vitin 2026, vendi vazhdon të mbetet peng i brohoritjeve partijake, i tifozërisë politike dhe i një kulture publike ku mendimi i lirë sulmohet, ndërsa qytetari i ndershëm shtypet mes propagandës, varfërisë dhe shgënjimit. Në Shqipëri, mendimi kritik nuk debatohet, por sulmohet. Nuk kundërshtohet me argument, por linçohet me sharje, me etiketime, me histeri partijake dhe me atë lloj verbërie politike që e ka kthyer jetën publike në një arenë ku nuk mbijeton më arsyeja, por vetëm ulërima e militantit. Ky është një nga dështimet më të mëdha të shoqërisë shqiptare, fakti që pas kaq dekadash pluralizëm, ende nuk kemi ndërtuar një kulturë qytetare që mendon me kokën e vet, por vazhdojmë të jetojmë mes brohoritjeve primitive për parti, lider dhe interesa të ngushta. Sot në Shqipëri, njeriu i ndershëm dhe i sinqert është kthyer pothuajse në specie në zhdukje. Ata që kanë dashur të jetojnë me dinjitet, larg servilizmit dhe larg militantizmit, ose janë larguar nga vendi, ose janë dorëzuar përballë një realiteti ku ignoranca partijake të del përpara kudo, në rrugë, në kafe, në studio televizive, në administrat, në komente dhe në çdo debat publik ku guxon të thuash një të vërtetë që nuk i pëlqen turmës politike. Në vend të qytetarit kritik është prodhuar militanti. Dhe militanti nuk mendon, militanti reagon. Nuk analizon, sulmon. Nuk kërkon të vërtetën, mbron stanin e vet. Ky është turpi i madh i Shqipërisë së vitit 2026. Pas gjithë këtyre viteve tranzicion, pas gjithë këtyre dështimeve, pas gjithë këtyre skandaleve, pas gjithë këtij emigrimi masiv, ne ende nuk kemi ndërtuar mendim qytetar të lirë. Ende jemi të ndarë në tufa politike, ku njëra palë mbron Partinë Demokratike si fe, ndërsa pala tjetër ushqehet nga patronazhimi i Partisë Socialiste si mekanizëm mbijetese. Në këtë vend nuk mungojnë faktet. Mungon dëshmëria për t'i pranuar ato. Militantët e Partisë Demokratike sillen sikur historia ka nisur dje, sikur Sali Berisha nuk ka qenë kurrë president e kryeministër i Shqipërisë, sikur vendi nuk u fut në kolaps gjatë qeverisjes së tij. Sikur mbi këtë histori nuk rëndojnë plagë që nuk shihen as me ulërima, as me nostalgji, as me adhurim absurd ndaj liderit. Edhe më ironik është fakti se shumë prej atyre që bërtasin sot për popullin, drejtësinë e ndeshmërinë, i kanë parë përfitimet e pushtetit në rrethin e tyre, në familjet e tyre dhe në jetën luksoze të atyre që sot hiqen si të persekutuar politikisht, ndërkohë që jetojnë si oligarkë. Por po aq i rënd është edhe mashtrimi i Ramës. Ai erdhi me britmën e rilindjes, me premtime për shtet modern, drejtësi, shpresë dhe transformim. Shqiptarët nuk pan asnjë rilindje. Pan një realitet ku fjala e bukur u kthye në propagandë, ku premtimi u kthye në skem kontrolli, ku shteti u bë gjithnjë e më i largët për qytetarin dhe gjithnjë e më i afërt për klientin, oligarkun, servilin dhe patronazhistin. Shqiptarët pan varfëri, pan braktisje, pan emigrim, pan skllavëri ekonomike dhe pan një vend që zbrazet çdo ditë nga njerëzit që nuk pranojnë të jetojnë me gjunjë. Kjo është drama e vërtetë, qytetari i thjesht, i ndershëm, ai që punon, që përpiqet, që nuk vjedh, që nuk ulret për parti, është ai që vuan më shumë. Ndërsa militantët e të dyja kampeve vazhdojnë të sillen si turma grabitçare që presin radhën për të kafshuar copën e vet të pushtetit. Disa mbahen me shpresën se do të rikthehen në tryezën e vjetër të privilegjeve, të tjerët ushqehen me thërrimet e patronazhimit aktual. Dhe mes këtyre dy botëve, Shqipëria e ndershme mbetet pa zë. Është koha të thuhet troç, Shqipëria nuk po mbahet peng vetëm nga Rama apo vetëm nga Berisha. Shqipëria po mbahet peng nga një kulturë e sëmur politike që e ka vrarë mendimin kritik dhe e ka zëvendësuar me besnikëri kafshore ndaj partisë. Këtu qëndron kalbëzimi më i madh. Sepse sa kohë qytetari do të vazhdoj të mendoj si tifoz dhe jo si zot i fatit të vet, ky vend do të vazhdoj të prodhoj sundimtar, jo shërbëtor publik. E shkuara nuk duhet harruar. As Berisha, as Rama nuk duhen parë si shpëtimtar. Njëri është pjesë e pashlyeshme e plagëve të këtij vendi, tjetri është arkitekti i zhgënjimit të tij të sotëm. Të dy kanë lënë gjurmë të rënda mbi Shqipërinë, secili në mënyrën e vet dhe është pikërisht për këtë arsye që fati i vendit nuk duhet të bjerë më në duart e atyre që e kanë përdorur pushtetin si pasqyrë të vetes dhe jo si përgjegjësi ndaj kombit. Shqipëria nuk ka nevojë për më shumë brohoritje. Nuk ka nevojë për më shumë militantë. Nuk ka nevojë për më shumë njerëz që shesin ndërgjegjen për një vend pune, për një favore të vogël, për një foto me liderin, për një kock pushteti apo për një copë propagande.
Shqipëria ka nevojë për qytetarë që luftojnë për veten, për fëmijët e tyre, për të ardhmen e këtij vendi dhe jo për partinë e radhës. Sepse ardhmja e Shqipërisë nuk fillon nesër. Fillon sot. Dhe fillon vetëm kur shqiptari të kuptojë se nuk duhet të luftojë më për karrigen e Ramës apo fantazmën e Berishës, por për dinjitetin e vet.